Mirë se vini në errësirë, vendi ku në fakt gjërat dalin në dritë. Bëni subscribe. E mbani mend Noçen, sot nuk njihet më, ja si është transformuar. Kush e ka ndjekur televizionin në vitet 2008 e mban mend patjetër një nga personazhet më ikonik dhe të guximshëm të ekranit shqiptar, Najada Konomi, apo siç e njohën të gjithë, Noçja e edicionit të parë të Bigut. Me stilin e saj unik dhe tatuazhin e famshëm të shqiponjës në gjoks, vajza nga Korça theu jo pak tabu për kohën. Ajo u bë kryefjala e mediave jo vetëm për natyrën e saj rebele, por edhe për romancën me banorin tjetër, Olsin. Lidhja e tyre dhe veçanërisht ndarja e bujshme mbetet një nga momentet me shikueshmërinë më të lartë në historinë e formateve reality në Shqipëri. Por ku është dhe me çfarë merret sot Najada? Vitet kanë kaluar dhe jeta e Noçes ka marrë një drejtim krejtësisht të ri dhe shumë më të qetë larg zhurmës së kamerave. Ajo është vendosur për të jetuar në Itali krah partnerit të saj, Fationit. Prej rreth 2 vitesh, jeta e saj ka marrë edhe më shumë kuptim pasi është bërë nën e një vajze të vogël. Siç shihet edhe nga fotot e saj të tanishme, Najada ka ruajtur shpirtin e saj kreativ, duke u përkushtuar plotësisht botës së ngjyrave dhe pikturës. Ndonse stili i saj i jetës ka ndryshuar rrënjësisht, tipare dalluese dhe buzëqeshja e saj mbeten po të njëjtat, duke sjellë shumë nostalgji për publikun që e ndoqi dhe e mbështeti shumë vite më parë.